Përmirësohet situata e zjarreve në vend. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, vetëm 4 vatra mbeten aktive, pa rrezik për zonat e banuara, ndërsa 3 po mbahen në monitorim. Vëmendja kryesore e forcave zjarfikse është në qarkun e Dibrës. Në qafë të Helmës në Bulqi, zjarfiksit po punojnë për të shuar flakët në një sipërfaqe me shkurre dhe pisha, ndërsa në Vajkal, zjarri është ndezur në terren shkëmbor me shkurre dhe dëllinja, ku janë angazhuar forcat lokale dhe ato të emergjencave civile. 2 vatrat e tjera aktive ndodhen në qarkun e Elbasanit. Në malin e Dardhës, Librasht, zjarri është izoluar dhe mbahet në kontroll nga forcat në terren. Në malin e Quksit, Prenjas, vijon puna për shuarjen e trungjeve dhe bimësisë së ulët brenda perimetrit të vatrës. Zona në malin e Polisit mbahet në mbikëqyrje për të parandaluar riaktivizimin e flakëve. Situata në malin e Dajtit paraqitet e përmirësuar. Rreshtet e shiut një ditë më parë ndihmuan zjarfiksit në izolimin e flakëve. Zona do të vijojë të mbahet në mbikëqyrje me qëllim shmangjen e çdo riaktivizimi. Edhe vatra në qafë Muk të Fusharrëzit është izoluar dhe mbahet në monitorim. Në operacionet për shuarjen e zjarreve janë angazhuar në total 330 forca operacionale, mbështetur nga 50 efektiv të forcave të armatosura dhe 1 helikopter.